por dijeni ju robër të Allahut se zemrat rrotullohen. Ata në digishta pe gishtave të Rahmanit te bareke ve teala, i madhi Zot xhellahu ala i rrotullon ata si të don. Andaj ishte pe lutjeve të vazhdueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thonte Allahumme ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o rrotulluesi i zemrave, ma përforco apo ma rrotullo zemrën time në fen tënde. La ilaha illallah. O ju vëllezër, në qoftë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas gajle për zemrën e tij, atëherë çka mund të them unë dhe çka mund të thoni ju dhe çka mund të thotë çdo njeri prej nesh, o ju vëllezërit e mi. Andaj mos u çuditni në momentin kur devijon ndonjëri prej nesh, o ju robër të Allahut, se çështja e udhëzimit është çështje në dorën e Allahut, çështja e devijimit është çështje në dorën e Allahut. Andaj Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha i tha: "E te khafu alejna ya Rasulullah, a ke frikë për ne o i dërguari i Allahut?" Shumë je duke e lut Allahun xhellahu ala, o Allah, ma përforco zemrën në fen tënde. Tha: "Oj nëna e besimtarëve, me të vërtet zemrat janë në digishta pe gishtave të Rahmanit xhellahu ala, i rrotullon ata si të don. Fa man sha'a an yuqimahu aqamah." Këtë dëshiron Allahu xhellahu ala ta përforcon e përforcon. Dhe këtë dëshiron Allahu xhelle xhelalu ta devijon e devijon. La ilaha illallah.